E zhytur në një mak të rezultates që duket sikur nuk ka fund, flamurtari presot kryesuesit e Vllaznis, kundërshtarin më pak komod për të kërkuar fitoren e parë, por edhe atë që mund të karikojë më shumë. Ju përshëndes të gjithëve, miq të RTS Sport. Do shijojmë së bashku 90 minutat e kësaj sfide e fundit për fazën e parë. Përballë janë vendi i fundit dhe vendi i parë, por në një kampionat me shumë pak diferenca, gjithçka mund të ndodhë dhe sigurisht edhe në këtë ndeshje flamurtari mund të bëjë surprizën. Skuadra e flamurtarit vjen sot me këtë formacion me Aleksovski në port, treshja e mbrojtjes skuadrone, Kantakias dhe Marku, me sfusha me Ramirez dhe Trashi, nga krahët Murataj, Nunez dhe Diavaran qendër, Bolzan dhe Maksuti, dyshja e sulmit. Ndërkohë në krahun tjetër, skuadra e Vllaznis vjen me Pols në port, treshja e mbrojtjes Gurishta, Gjini dhe Pusi, në mesfush Kastrati dhe Jago nga krahët, me Krymin dhe Salen qendër që nuk ndryshojnë, me Kallakun dhe Malen që mbështesin Bekim Balen. Florian Lata, gjyqtari kryesor i kësaj sfide, asistenti i tij Mario Shazivari dhe Delin Kasa, gjyqtari kadër Klodian Shahini, ndërsa në sistemin VAR do të jetë Eugene Xhaja, i asistuar nga Daniel Vrapi. Vllaznia që vjen pas një fitore 3-1 ndaj Tiranës, ku shpalosi edhe një herë gjithë potencialin e saj, ku edhe pse lueti për shumë minuta me një lojtar më pak, nuk u barezua, por përkundër se thelloi avantazhin në 3-1, bëjnë omazhin të dyja skuadrat tek një i ri i qytetit të Vlorës që u nda nga jeta ditën e djeshme. Kjo javë që është e fundit e kësaj faze të parë, do të vijoj dhe me dy sfidat e orës 19:30, të dyja shumë interesante, Tirana Elbasani dhe në Elbasan Arena, derbi mes Dinamos dhe Partizanit. Ndërsa nisi dje me fitoren e Ignatias, minimale 1-0 ndaj Teutës dhe Byllisi që fitoi 2-1 ndaj skuadrës Vorës, duke bërë edhe më intrigues fundin e klasifikimit dhe duke vështirësuar edhe më shumë rrugtimin e flamurtarit njëkohësisht, pasi tashmë e sheh veten me 4 pikë larg Tiranës, 6 pikë larg Partizanit dhe 7 pikë larg Byllisit. Pam dhe Francesco Morieron që sigurisht ende është në kërkim të pikëve të para, e ka nisur me 2 humbje ndaj Partizanit këtu dhe atë humbje ndaj Teutës në plan parë, dhe Edi Martini që ka një bilans 3 fitore, 3 barezime dhe 1 humbje në ndeshjet e tij si trajner ndaj skuadrës flamurtarit. Është vetëm një duel mes dy teknikëve në sezonin e kaluar në fazën e dytë, Teuta Laçi që mbyllej në barezim 1-1 në Niko Dovana. Gjithçka gati për nisur, një duel që i mungon Abis dhe Superiores për gati 5 vitesh, që prej vitit pandemisë tashmë nis me topin e parë që e luajnë vëndësit ka me një faull mes fush Balaj tek Gurishta. E kërësim që është i ullët, largohet edhe njerë Erdenis Gurishta. Top që largohet pas një seri e gabimesh radhazi në pasime thjeshta këtu Ramirez, që përvon nisë Bolzan në pozicioni i dyshim të vijon aksioni, finte e Bolzan, më pas rotullohet, përvon gjej pak kapsir për të goditur, blokohet, tashmë ngrihet flamuri i gjyqtarit ansor. Duke në fakt i dyshim të pozicioni në start. Prej sezonit 2009-2010 në 42 përballje janë 18 fitore të Vllaznis, 14 fitore të flamurtarit dhe 10 sfida që janë mbyllur në barazim. Kastrati. Diavara që ndërrym për një moment, më pas ka një faull ndaj Diavaras. Kjo është tjetër risi informacion e Morieros,
Diavara që me Carlos Garcian nuk është se u preferua fare. Kujtojmë që ishte një nga titullarët absolut Diavara sezonin e kaluar në ngjitjen e flamurtarit në elitën e futbollit shqiptar. Top që kthehet shumë prapa deri tek Aleksovski. Ja mbet shumë shpejt topin flamurtari. Pols. Këtë top drejt sulmit me kokë skuadrone. Dalin mirë me këto pasime në zonën ngushtë të futbollistët e Vllaznis. Gurishta. Kastrati që pretendon për një faull nuk është i atij mendimi. Gjyqtari më pas Gjini bën më të sigurtën duke i larguar në rivënjë anësore. Bolzan. 1-1 me Gurishtën. Vjen harkimi drejt zonës, qetësisht me këtë top që e ul drejt portierit Pols Andre Jago, një nga protagonistët absolut të këtij sezoni tek skuadra e Vllaznis, realizoi dhe një super gol ndaj Tiranës pak ditë më parë. Tashmë ai top që del jashtë vijës anësore. Tjetër top përpara, shumë i fortë, i gabuar. Gjini. Gurishta. Sala e zhvendos në të majt. Nuk ka faul, jo në avantazh i gjyqtari Lata. Gurishta. Vjen në herkimi drejt zonës me Balajn që nuk e fiton dot atë duel ajror, më pas se top që largohet. Tashmë ndalet loja. Kërkohet ndihma e stafit mjekësor. Nuk i duket se ka diçka serioze. Edhe me një banderol tifozeria ultras e flamurtarit ku shkruhet fanella jon më e rëndë se krenaria juaj. Ky është mesazhi i tyre, sigurisht nuk e kishin menduar një start sezoni të tillë tek flamurtari. Janë vetëm 2 barëzime. 5 humbje radhazi, edhe ndrimi i trajnerit nuk duket se ka dhënë ende efekt. Me kokë Kantakias. Maksuti. Sërish duket i dyshim pozicioni i Bolzan, ngrihet flamuri i anësorit. Nuk ka thonë dhe Gurishtës,
Provon të rikuperoj flamurtari Maksuti këtu, dueli me Gurishtën tek topi, thot gjyqtari Florian Lata e Sat Malja. Në vështirësi nuk arrin do të gjejë bekim balajn. Nunez e kthen prapa tek skuadrone. Ky top përpara. Shkëputja e mirë e Ramirez më pas pasimit drejt qendrës me Gurishtën që ndërlikon gjithçka. Maksuti e kthen pas më pas kontakti me Trashin që kërkon penalti e gjithë pankina e flamurtarit që është gati të hynë fush me Trashin që qëndron ende i shtrirë në zonë. Diavara vjen kryesimi drejt zonës Del Pols që e kontrollon. Dhe tashmë topi që nxirret jashtë. Gjyqtari që shkon tek Trashi dhe sigurisht gjithë ju miq nga përsëritja do të krijoni identity way për këtë rast. Sigurisht episode që do të diskutohen edhe me specialistin e Movioles Klajdi Gol janë super gol pas përfundimit të sfidave. Ka përfunduar e kontrol në sistemin VAR, nuk ka asgjë. Rinjes loja me Gjinin. Foul të shme. Tjetër topi i gabuar, ka shumë gabime në pasime në këto 9 minuta të para të kësaj sfide, ende Vllaznia duket diçka më e prirur për ta kontrolluar fushën, ka më shumë zotrim topi. Në rivënjë nxore tashmë Ramirez. Tjetër rivënjë nxore Nunez. Shumë prapa tek Herald Marku, krosimi i tij i fortë me Ramirezin që provon, por nuk e kthen dot siç duhet as drejt portës dhe as për shokët e skuadrës në qendër. Herald Marku në treshën e mbrojtjes, sigurisht një eksperiment ky i Francesco Morieros, pasi kujtëm Okay.
Todoroski është i dëmtuar, një nga lojtarët që është përdorur në treshen e mbrojtjes, dhe po ashtu Erik Veiga, që ka plotësuar numrin e kartonave. Gurishta. Top që kthehet shumë prapa tek Gjini. Ka një faull tashmë sinjalizuar nga gjyqtari Lata. Qojmë dhe shumë që do të sjellë ky kryesim drejt zonës. Vjen i mirë, largohet me krymin, prekje e tij me kokë, kërkon të këmbgul skuadra e Vllaznisë në këtë aksion sulmues. Kallaku, Balaj. Edhe një herë Sharif Kallaku lëviz me elegancë në zonat ngushta. Jago vjen futja e tij drejt zonës pas harkimi. Fillimisht provon të largojë flamurtari, por ende rreziku mbetet aty konstant. Elmando Gjini. I gjithë flamurtari mbyllur në gjysmë fushën e tij. Gurishta. Vjen harkimi më pas. Nuk zotrohet siç duhet nga sulmuesit e Vllaznisë. Gjini. Topa adresi ti. Kantakias këtu me kokë e kthen pas tek Aleksovski. Kallaku, Krymi. Ka shumë hapësira tashmë, disi është balancuar në mbrojtje flamurtari. Vjen Jago. Vjen topi drejt qendrës, më pas goditja e Kastratit, pak mbi kuadrat. Çfarë shansi? I afrohet shumë golit skuadra e Vllaznisë. Në pas 13 minuta në stadiumin flamurtari. Ky ishte shansi i parë real i kësaj sfide. Balaj. Kallaku. Kërkon me këtë vertikalizim gjej njerë Jagon, por Ramirez më shpejt mbrini parë tek topi duke e kthyer pas tek Aleksovski. Kallaku. Ka një faull në sulm tashmë. Rivënjë ansori i përket Vllaznisë këtu.
Pusi. Fiton shumë metra vetë, më pas përvon gjej Kastrati në grën tjetër, gabon tërësisht, gjithsesi merr inkurajimin e Edi Martinit në stol për iniciativën e tij. Trashi me kokë, më pas Pusi për një moment këto kombinimet vllaznisë u mbasin topin Nunez, më pas Skuadrone përvon të testoj shpejtësinë e Bolzan që markohet mirë dalja e Pols më pas Gurishta. Ka një faull ndaj Gurishtës. Topi shumë prapa tashmë. Pusi. Në krahun tjetër, Gurishta që e ul mirë, Kastrati. Përvon ta dërgojë në zonën e Bekim Balajt. Fiton këtë faull Bekim Balaj. Qojve shmësi është frizon vllaznia këtë goditje dënimi. Afrohen dhe shtatlarë të drejtë zonës. Nisë shkurt mala Kastrati. Vjen harkimi drejtë zonës. Ka një faull në sulm. Sjenizuar nga Florian Lata. Skuadrone. Topi gjatë për para, pretendon për një faull Heider Ramirez, që nuk sinjalizohet nga gjyqtari. Kastrati. Rifiton topin flamurtari. Diavara. Herald Marku. Me kok Gjini. Më pas Diavara nuk e ullë si duhet për trashin. Tu ka një faull tashmë. Ketër mundësi për vllaznin. Afrohen nga prapavia e Gjini dhe Pusi në zonë. Po ashtu Bekim Bale tjetër pikë fort në këtë goditje standarde. Vjen ai krosimi fort drejt shtyllës dytë, një devijim. Vijon ky aksion i vllaznisë në krahun tjetër. Gurishta. Andre Jago. Ramirez, një prekje që mjafton për ta dërguar tek Diavara, vjen me shpejtësi dhe Lorenz Trashi, por pasimi nuk është siç duhet. Gabon Diavara këtu e sat mala. Gabon dhe i nxitohet Kantakias. Faul i malës.
Nuk e mbrin dot atë top. Erald Maksuti është Gjini që tu e nxjerr në rivën janësore. Me topin duar kapiteni Lorenz Trashi që realizoi një super gol ndaj Teutës pak ditë më parë, por që sigurisht nuk mjaftoi, qoftë edhe për një pikë për skuadrën e flamurtarit. Bolzan është shumë i lëvizshëm, e shohim në dy krahët e fushës, shumë aktiv, por ende pa rrezikuar portën e Polc. Gjini, Pusi. Herald Marko. I kthem prapa tek portieri Alex Kovski. Skuadrone. Ky top përpara, shumë i mirë, pasimi drejt Maksutit, vjen në fintja, vjen goditja që bllokohet më pas. Ramirez vijon aksionin. Murataj, lëvizje e bukur e tij, më pas krosimi drejt zonës, që nuk mrihet, Trashi përvon ta kthejë në qendër. Ja paq mbrojtje e Vllaznis në këtë episod. Kastrati përvon të nxitoj, por gabon. Gjithashtu të njëjtën gjë bën dhe Maksuti, rivënia janësore i përket flamurtarit. Gjini. Ka sërish faull në sulm. Vjen ky krosim drejt zonës i ulët, i gabuar. Tu ka një faull tashmë të Diavaras. Tjetër mundësi për Vllaznin. Vjen arkimi drejt qendrës, nxirret nga zona, largohet nga prapavia e flamurtarit Gurishta. E kthem prapa tek Polc. Topi gabuar i tij këtu, nuk largohet siç duhet nga skuadrone që vë goxhan vështirësi. Herald Marku që në fund e largon drejt rivënies janësore. Herald Marku është një ish i kësaj sfide. Mala. Mes vështirësive lëviz shumë bukur. Pas e lë për Kastratin, vjen arkimi i Kastratit i fort drejt shtyllës dytë. Largohet me kokë nga skuadrone. Jago që rifiton me njëherë topin. Gjini, përvon nga distanca, nuk ka as forcën e duhur për të kërcënuar Alex Kovskin. Trashi. Diavara.
Kantakjes prapa tek portieri Alekskovski. Me kokë Gurishta. Kallaku për Kastratin, që gjensakt balajn, nuk ka fallë të Markut, gjithçka ndodhi përpara syve të gjyqtarit Kantakjes. Alekskovski që detyrohet të shkelmoj drejt mesit fushës. Kërcen Sala më lart se Diavara. Edhe një herë Sala, Kastrati. Futet mirë drejt qendrës, përvon shmang dhe një tjetër futbollist ja del, por më pas gabon pasim e dorëzon vetë tek Bolzan. Ramirez që avanson, nuk shërbehet, finte e Bolzan, sheh pozicionimin e shokëve të skuadrës. E vonon shumë pasimin e humbi befasin disi të këtij aksioni. Topi që kthehet prapa tashmë. Murataj. Ka një fallë tashmë në favor të vendasve. Shkon për t'i ekzekutuar i përhershmi Lorenz Trashi. Vjen Hajarkim, topi lërguar nga Najagos. Aleksovski. Me kokë pusi. Nunez që e ul për Ramirez. Edhe njerë prapa tek portieri. Gurishta me kokë drejt Lirim Kastratit, në duelin me Herald Markun, ky i fundit që legon drejt rivënjës zënësore. Maksuti e kthyer shumë prapa, ndim të mbrojtjes Diavara, gjen sakt Ramirezin. Ramirez që hezitoi për të shërbyer Bolzan, provon tashmë me të pasim ku pusi është i vendosur mirë, gjithsesi vijon aksioni i flamurtarit që ndërpritet tashmë nga Sala. Është potent fizikisht, humbet ekuilibrin, rrëzohet, humbet të topin. Trashi më pas. Edhe ai gabon. Krymi. Gjini. Gurishta. Kastrati me një prekje. Përvon të lë për Salën që me trup sposton Diavaran, fiton duelin, më pas shërben për Malën. E djatha e tij që shkon jashtë. Zbritje shpejt e rrezikshme e vllaznis. Maksuti, drejt Bolzan. Edhe njerë drejt Maksutit. Nuk del më pas ai pasim drejt Bolzan. Është Gurishta që lërgon. Herald Marku e ul për Valentino Muratajn. Trashi. Marku prapa tek Alekskovski. Murataj. Fiton këtë faul. Kantakjas drejt Lorenz Trashit.
Prekja me kokës të Gurishtës, rivënja I përket vëndësve. Maksuti që nuk e zotron si që duhet, Bala në kraun tjetër provon të nisë e sat malën pak më I fortë se që duhet, e I pasi me skuadronën që ndëryn sakt për një moment. Gjini. Gurishta. Pusi. Kastrati. Provon me këtë pasim që nuk është si që duhet, drejt Kallakut, shumë I fort. Herald Markus shetë të lirë në kraun tjetër, skuadronën. Provon këtu me topin I gjatë për shërbyer Ramirez, mbyllet mirë nga prapavia e Vllaznis. Mbet topin shumë shpejt Vllaznia. Kantakjas. Pasimi përpara drejt Maksuti, të Gjini me qetësinë e duhur, ndoshta edhe me pak fat. E menaxhoi siç duhet atë situatë në duelin me Maksutin. Diavera. Trashi. Tjetër top padres. Tërzohet vetë tek portieri Pols. Nis një aksion nga e para Vllaznia. Elmando Gjini. Provon këtu me topin I gjatë, jo siç duhet. Marku për një moment me kokë edhe njërës Vllaznia me Gurishtën. Në trysninë e Maksutit, Gurishta provon shty vetë përpara. Nuk ka faull sipas gjyqtarit Lata. Murataj. Në presin e kthen prapa tek portieri. Skuadrone. Murataj. Provon t'ja rëmbehet të top Krymi. Fiton këtë faull. Murataj. Nxiton Diavera. Për Herald Markun. Provon shty vetë përpara. Pasimi për Trashin. Vjen harkimi I Trashit drejt zonës, largohet nga Pusi. Bekim Balej. Edhe për Kallakun. Lëviz bukur Sherif Kallaku, çmërkohet nga dy futbollistë më pas pasimi drejt malës, ndërhyrja decisive në fund. E Diavaras shumë e mirë. Lojë ndalur për të ardhur në ndihmë me sfëshorit flamurtarit. Por ishte një lëvizje shumë e bukur ajo e Kallakut, la pas dy kundërshtar dhe provoi me vertikalizimin shumë inteligjent drejt malës. Vjen tjetë lojë ndalur pas këtij dëmtimi. Të Diavaras kemi lënë pas 35 minuta lojë 0-0 mes Flamurtarit dhe Vllaznisë. Flamurtari që këtë sezon
Ke shënuar në total 7 gola. Semi Burart është goleshënuesi më i mirë me 3 gola që nuk është preferuar, nuk ka marrë shumë minutazh. Me Tekniku Moriero ishte titullar me Garcia. Maksuti ka shënuar 2 gola, nga 1 gol Bolzan dhe Todorovski. Lista shumë e gjatë e lojtarëve që kanë shkuar te goli tek skuadra e Vllaznis, ku Bekim Bale sigurisht ka shënuar më shumë nga të gjithë me 5 gola, 2 gola Tiagos. E më pas kanë shënuar nga 1 gol Bajrami, Bismar, Gurishta, Hakaj, Kastrati, Mala dhe Murataj. Ka një faull tashmë. Përplasje mes 2 futbollistëve, kërkohet ndihma e stafeve mjekësore. Më pak probleme duken për Maksutit. Vllaznia momentalisht u veq në kodën e 20 pikëve, 2 më shumë se Ignatja, por sigurisht ka ende shumë ndeshje për të tentuar dhe fitoren, për të ruajtur distancën e sigurisë. Sigurisht në çdo rast një barëzim i skuadrës fundit me skuadrën e parë do të ishte një pikë shumë e vyrë, por ja që tek flamurtari kam përshtypjen që në situatët që ndodhen edhe një pikë nuk i kënaq më. Në betur shumë prapa, për më tepër dhe pas fitores së Bylisit që i largohet edhe ajo, ndërsa Tirana dhe Partizani nuk e kanë luajtur ende sfidën e tyre, megjithëse kanë 2 duele shumë të forta këtu. Ky top në thellësi, dalja e portierit Pols. Trashi. Provon pasimin drejt Bolzan. Kapon Bolzan. Mjaft mirë krymi që ndoqi nga pas, duke ja marrë topin. Ka një faull tashmë ndaj Bekim Balajt. Pusi. Luan shkurt me Gjinin. Këto kombinime me Kantakjes që mendon vetëm për ta larguar atë top. I del e top Jagos, edhe pak me fat topin shëndër, bala e lë më pas vjen goditja e Kallaku, çfarë super reagimi nga Aleksovski. Provon krahun tjetër kundër sulmit skuadra e flamurtarit me Maksutin. 1-1 me Gjinin, vjen dhe Gurishta për ta shqetësuar. Bolzan e djatha, mbi kuadrat. Çfarë 30 sekondë nga një raport në tjetrën. Nga një shans i art për dyja skuadrat, sigurisht elektrizon atmosferën dhe ndez edhe më shumë sfidën. Ajo që duhej. Një pritje shumë e mirë Aleksovsi në fillim dhe kundër sulmin krahun tjetër. Që u finalizua me goditjen jo siç duhet të Bolzan në fund. Andrej Jago.
Mbet topin Vllaznia. Herald Marku. Trashi. Nuk e kthen siç duhet tek Marku. Kallaku për Kastratin. Ka hapësira, provon me një krosim, jo siç duhet, por topi shkon tek Balej. Më pas krymi zona e goditjes vjen. Nuk ka pasur devijim, vetëm rivënie fundore. Diçka më shumë se 3 minuta nga fundi i kohës rregullt në këtë pjesë të parë. Tu Murata që ishte në vështirësi, nuk e gjeti siç duhet Maksutin. Dalja e Pols nga porta për t'i ardhur në ndihmë Gjinit, vepron mjaft mirë për tjeri Vllaznis në këtë episod. Tu Balej provon gjej Kastratin që është i shpejt, provon futjen e tij për hershme drejt qendrës. Këtë rall nuk e bind për një faul gjyqtarin Lata. Ka një rivënie anësore dhe pak tension në këtë episod mes Kallakut dhe Kantakias. Tu janë pretendimet e Kastratit për faul të Trashit. Top që shkon për te vjes fundore tashmë. Trashi me topin duar në këtë rivënie anësore. Marku. Përvoj ta ulte Maksuti, jo siç duhet, shkakton dhe faulin në sulm ndaj Gurishtës. Andrej Jago. Gurishta. Topi prapa tek Pols. Kemi hyrë tashmë në minutën e fundit kohës rregullt. 0-0 jemi ende topi gabuar këtu me Murata që përvon të nis Bolzan përvon ta mbrojë, markohet mirë, përvon ta kthejë drejt Ramirezit, këmbgulje e gjatë. Bolzan mes dy kundërshtarëve nuk i delej triblim pas pretendimet për penalti. Topi nxirret në rivënie anësore. Ne të shohim nëse do të shikohet apo jo në VAR. Nuk duket në fakt diçka limitet e një faulli për penalti në rrëmujësi, për gjithsesi. Të shohim nga përsëritja. Ishte Gjini që mbylli mirë hapësirat Bolzanit, që megjithatë këmbguli shumë për ta vijuar aksionin. Dhe u ndal nga Pusi, që dukshëm shkon tek topi. 3 minuta shtesë në fundin e kësaj pjese të parë. Top që udhëhiqet përpara nga Ramirez, që është i shpejtë, vjen arkimi drejt shtyllës dytë pak më i fortë se ç'duhet për Maksutin, që gjithsesi vihet në zotrim, provon ta lë me thembër drejt Trashit, kuptohet ideja e tij nga Kastrati.
Bekim Bale e mbron mirë topin, por nuk nis siç duhet. Esat Malen nxitohet. Maksutin kraun tjetër. Pasimi drejt Bolzan, vjen e djatha, shkon jashtë e Bolzan. Ka vetëm rivënje vendore. Megjithëse edhe mua më krijua ideja sikur kishte një devijim fillimisht në goditjen e Bolzan, këtu nga fusha, por gjyqtarin nuk ka pasur devijim. Trashi, gabon pasim, Kallaku, Kastrati, prapa tek Gurishta. Këtu ka një fallë në sulm të Eslit Sales. Topi kthyer prapa në limite e kontrollon Pols, këmbguli deri në fund Nunez. Ka dhe pak sekonde për një aksion të fundit për secilën nga skuadrat. Ka një fallë dëshmë të fituar nga flamurtari. I fiton të gjithë shkojnë përpara Murataj. Shojmë dhe njerë këmbgulljen deri në fund të Nunez. Marko, topi drejt zonës, gjini me kokë, më pas vjene djatha! Gushton Pols. Kërcënueshëm flamurtari, megjithëse ka pasur edhe një pozicion jashtëlore të shpërndar ndoshta me gjas Bolzan. Në vijim të aksionit mbyllet këtu kjo pjesë e parë mes flamurtarit dhe Vllaznis. 0-0, por me disa raste në këto minutat fundit që e kanë ndezur edhe me shumë sfidë me të dyja skuadrat që nuk i kënaq një pikë në këtë duel të sotëm. Dhe një dominim fare i lehtë me dy zgjuajtje më shumë drejt portës nga ana e Vllaznis që me stopin e parë në këtë pjesë të dytë. Nunez për Ramirez që nuk e kontrollon siç duhet. Bolzan më pas drejt krahut, rivënja ansore i përket sërish vendasve. Bolzan e kthen shumë prapa deri tek Herald Marku. Diavera edhe njerë tek Marku. Këtë radhë është shumë i fort pasimi Markut për Trashin që nuk e mbrin dot. Kem besuar edhe në këtë pjesë të dytë, në këtë start 11 që së njëjtë. Të dy teknikët ndryshe nga ç'bënte ndaj Tehutës pak ditë më parë, Moriero ku dukshëm aty pati pak kënaqësi sepse nisi me 3 zëvendësime pjesën e dytë. Madje u shpreh më pas në intervistë për super gol që do donte t'i bënte edhe më herët. Bolzan. Këto përpara që është shumë i fortë, vrapon Nunez, nuk ka mundësi ta mbritë opin më pas edhe pak tension mes të dyve me Krymin që i mbylli mirë hapësirat.
to përpara sërish tu shumë i fortë del Pols që shkelmon në zonën e Bekim Balajt që vjen për të fituar duelin me kokë, ul mirë për Esat Malën. Mala përvon të futet në qendër, i del ai top më pas Kallaku, Balaj e humb shansin e goditjes Kallaku, më pas vjen të këmbgul, por Diavara e mbyll në fund. Ai top që del për te vije sensore, rivënje i përket Vllaznis. Plan të parë, Edi Martini i shet në përjetimin e sfidës deri tani. Tu nxitohet Jago në këtë rivënje ansore me skuadronin që tashmë e largon Diavara. Top që shkon në duart e Alex Kovskit. Alex Kovski e shkelmon tu sakt të Gjini, por rivënje ansore i përket vëndësve. Vion të ofroj shumë siguri në prapavi Elmando Gjini. Herald Marku. Deri tani prove mirë edhe për Marku në pozicionin e ri. Këtu shtyn vetë edhe me instiktin e një mesfushori, ndoshta shpesher dhe mund të harroj me batut, që sot është i vendosur mbrojtje. Këtu trashi lëviz mirë, më pas krosimi është tërësisht për t'u harruar. Preke fundit e Kantakias, rivënje ansore për Vllaznin. Ke nisë me një ritëm tullet kjo pjesë e dytë, ndryshe nga që mbyll e para. Esat Male lë pas kundërshtarin, përvon të futet në zonë, bllokohet momentin e fundit nga Herald Marku. Do të kemi goditje nga këndi. Mala Kastrati vjen arkimi drejt zonës, ergohet me kokë nga skuadrone. Nunjes që e ul mirë edhe një prapa tek skuadrone. Tu Ramirez, pasimi drejt Bolzan, shansi ideal Bolzan, qendrore shpërdoron edhe një herë Alessandro Bolzan. Kurishta, tu Balaj, Ulmir ishte shumë prapa Sala. Tu pasimi tashmë është shumë i fortë drejt Maksutit, por vën vështirësi kundërshtarin dhe arrin të fitojë këtë rivënje ansore. Këtu e djathta, tërësisht për t'u harruar, e bën nga Lidja Vera. Gjini. Shohim një shansin e Bolzan, që nuk goditi siç duhet, u shërbye mirë nga Heider Ramirez.
Ka një faull tashmë, goditje dënimi që i përket flamurtarit. Një shans për të rrezikuar në portën e Polc. Vjen nërkimi i trashit i mirë qëndër me kokoditja, çfarë pritje, super reagim nga Polc. Diavara që i afrohet shumë golit. Minuta e 54, ky është shansi më i artë i sfidës, kam përshtypjen deri tani, megjithëse kanë qenë disa rastet e mira. Edhe i Bolzan pak minuta më herët ishte tjetër mundësi ideale për flamurtarin, që është dy herë e rrezikshme brenda 8 minutave në këtë pjesë të dytë. Pozicioni është tërësisht i rregullt i Diavara që vjen nga prapa. Reagimi mirë i Polc. Vjen Harkimi tashmë që është i ulët. Legohet nga Balaj. Topi kthyer prapa tek Alekskovski për të nisur edhe nga e para aksionin, cilin e çon dëm Aleksovski me atë top të gabuar. Gjithsesi Maksuti rikuperon. Nunez përvon gjej Bolzan, por është Pusi që qetësisht e kthen drejt portierit Polc, që përvon nxitoi tashmë me topin drejt e Satmalës, Kantakias, që e kthen prapa tek portieri. Edhe një qendërbrojtësi grek Dimitris Kantakias. Humbet sërish topin shumë shpejt skuadra e Vllaznisë, ndërsa këtu shohim edhe një herë shansin e Diavaras, mendimin e regjis. Kallaku. Gurishta. Pusi prapa tek Polc. Krymi. Trashi. Gurishta. Pasimit përpara drejt Kastratit, mbyllje sakte e Diavaras. Mala, topin këra dhe një herë. Sërish të Satmala me një prejkje, pretendon për top të prekur me dorë nga Diavara. Polc që shkelmon Balaj me kokë, fiton pothuajse çdo duel ajror këtë radhë, nuk e ktheu siç duhet për askënd nga shokët e skuadrës. Lëvizje e bukur e Trashit, përvon shërbej tashmë Diavaran, ndoshta dhe vonoi pak pasimin, ndërhyrja e Gurishtës, rivënie njësore për flamurtarin. Maksuti e mbron mirë topin. Këtu më pas nuk e lë siç duhet për Trashin.
Herald Marku e ul qetësisht, më pas ndron krahun e lojës, që Ramirezin që është bosh në krahun e djathtë. Skuadrone. Tu është Pusi që dërzon topin tek Nunez, pasimi mirë drejt Bolzan, që nuk e ul siç duhet, markohet mirë nga Pusi. Jago më pas, i vjen ndim Kallaku, Bekim Bala, i rrotullohet. Mala pristet shërbehej, preferon një pasim drejt krahut djathtë tek Kastrati. Vjen në mbi pozicion dhe Denis Gurishta, që nuk shërbet nga Kastrati, krosimi i tij drejt shtyllës dytë për të mos rrezikuar. Këtu Murataj e dërgon në goditje nga këndi, kishte pas shpinë dikë. Hija e Maksutit nga prapa. Do këtu të shohim tashmë çdo sjell kjo goditje nga këndi, minuta e 59. Vjen Erkimi, nxirret nga zona, më pas Kantakia si largon Krymi. Edhe një Erkimi të zonës Ferralli ulet, largohet Djavara, mund nis flamurtarin përpara. Është me forca të pakta në mbrojtje skuadra e Vllaznis. Djavara e vonon shumë pasimin. U mbet dhe befasina e aksionit. Trashi. Këtu nuk ka fall, ai top që del jashtë vijës sensore. Bolzan. Duket se shkruar gabim, rivenjansore sipas gjyqtarit. Duhet ndrojtuar. Kallaku. Rikuperon dhe njërë flamurtari, Maksuti, mes dy kundërshtarëve i lë pas të dy, por më pas është Kallaku ai që vjen në ndihmë të mbrojtjes. Provon të shty vetë përpara, tashmë gabon dhe ai Nunez për Ramirez. Ramirez nuk ka faul as këtu. Më pas topi gjatë drejt e Sat Malës, skuadrone jo siç duhet. Mala ka shansin, jo për të goditur. Kthehet tashmë me shpinë nga porta, provon këtu me pasimin e Kastratit. E ndal Alekskovski. Por ai pasim drejt shtyllës dytë ishte perfekt. Të këndi Andre Jago. Vjen reagimi i tij, goditja me kokë, gështimi i Aleksovskit. Do presin derisa të vijë Jago për të kryer këtë rivenjansore tek Vllaznia. Top që largohet tashmë nga Ramirez. Bolzan e mbron mirë. E lë për Herald Markun. Shëm dhe një këtu shansin, goditja me kokë, reagimi i Aleksovskit, ndeshje e mirë e të dy portierëve sot. Djavara, Maksuti, e lë për Trashin. Vjen nërkimi i Trashit me Bolzani, blokohet goditja që ndërsulmuesit italian.
Ka gati 2 zëvendësime. Skuadra e Vllaznis, Murataj dhe Hakaj do t'jenë pas pak në fush. Bekim Balej i top drejt zonës që largohet. Vion aksioni. Harkimi, Ramirez e nxjerr nga zona. Bekim Balej mban ende Vllaznin aty. Gjini për Gurishtën. Ki top tashmë drejt sulmit që është i gabuar. Ramirez që largon. Ka një faul tashmë të Jagos. Dhe është momenti i zëvendësimeve. Mbyllet këtu sfida për Jagon. Sot jo në ritmin e duhur. Loj Esin Hakaj. Largohet dhe Ardit Krymi për t'i bërë vend Muratajt. Një tjetër lojtar nga ata të Vllaznisë që ka shkëlqyer në startin e këtij sezoni. Për shkak dëmtimi nuk ka marrë minuta në 2 ndeshjet e fundit. Sala. I vjen Murataj nga prapa për t'i rrëmbyer topin. Top i humbur me Gurishtën që e kthen tek Pols. Pasimi drejt Kastratit që është më i shpejt se kundërshtari. Kastrati hyn zonë, pasimi jo siç duhet për fare pak për Muratajin. Nuk e mbriti as Balej më pas. Këtu Ramirez në vështirësi me këmbgulje. Është Maksuti që provon vën vështirësi Pusin që e kthen prapa deri tek portieri Pols. Me qetësi Pols drejt Gledian Pusit. Gjini. Gurishta. Pasimi shkurtazi drejt Muratajt, edhe njerë Gurishta. Mala këto kombinimet mira Murataj. Finte e ti nuk i del në fund triplimi. Shkon dhe shkakton fall më pas. Ndaj Trashit. Hakaj. Në zonën e Balejt e ul mirë drejt Muratajt. Lëvizjet e Muratajt mes 2 kundërshtarëve humbet topin. Skuadrone. Nunez pa ide përpara, lë edhe një herë për skuadronën. Marku. Maksuti. Trashi. 1-1 me Gurishtën. Fintet e Trashit ende nuk ka vendosur të kryesojë, tashmë i mbyllën hapësirat. Trashi. Nuk ja ka dalë, fitoi këndoren që dëshironte, vetëm rivënje fundore. Ku po lëm tashmë 67 minuta lojë 0-0 mes Flamurtarit dhe Vllaznis. Kastrati. Top drejt zonës, largohet nga skuadrone. Bolzan. Fiton këtë faul, Alessandro Bolzan.
Kantakjes. Topi përpara është Pusi që largon me kokë Skuadrone. Nuk i delej pasim, do duhet mjaftohet me rivënje nënësore. Maksuti lëviz dhe njëre mirë, por këtu arrin t'ja rëmbeja të tope Satmala. Hakaj. Kërkoj dhe një triblim të tretë, më pas me këmbgulje, ende nuk e ruan zotërimin Ramirez. Këtu faulli i Hakajt. Dhe kartoni verdh për Hakajn. Ka mbetur i dëmtuar Ramirez. Edhe një faulli i tij. Kartoni pari verdh i kësaj sfide. Minutën e 70. Ka shmangur kartonat dhe sidomos edhe shumë faullat e lehtë. Gjyqtari Florian Lata. Gurishta. Gjini për Pusin. Sala. Nuk i delej pasim. Diavara rikuperon. Përvon të nisë Ramirezin që ka treguar që shpejtësia nuk i mungon. Këtë rrallë është i pashoqëruar në sulm me forcat shumta. Detyrohet ta kthej pasimin prapa. Tu është sakt Pusi që lexon atë vertikalizim. Tu lëvizjet e Kallakut. Pasimi drejt e Sin Hakajt që nuk e mban dot, nuk e mbrin dot topin. Ishte shumë i fortë për të. Murata i topi për para. Tu është Maksuti në duelin me Gurishtën. Ka një faul të Gurishtës dhe kartoni verdh. Kam përshtypjen për dorën e vendosur në fytyrën e kundërshtarit. Kartoni i dytë i verdh në arkun e 3 minutave. Këmbguli Maksuti për ta fituar atë top dhe u shpërblye me këtë faul dhe detyroi kundërshtarin të ndëshkojë me karton të verdh. Kemi lënë pas tashmë pothuajse 72 minuta ende nuk mendon të ndërhyj Francesco Moriero, duke i kënaqur me lojën e skuadrës ose ndoshta sigurisht opsioni tjetër, ndoshta alternativat në stol. Nuk e bindi mjaftueshëm për të ndryshuar diçka. Në stol janë përveç portierit Kalushi, Semi Burar, Telushi, Oshafi, Stivian Janku, Button, Lushaj dhe Wellington. Vjen rikimi i Trashit, Kantakjas. Provon të rikthejë dhe një qendër me kokë Bolzan me Kashaci. Alessandro Bolzan, por goli nuk vlen, kam përshtypjen gjyqtari ka akorduar 11 metrash. Dora ishte e drejtuar dek vijës e penaltis. Goli nuk vlen, por ka penalti. Në mos gabojmë, të paktën nga ajo që pash. Gjyqtari thret Trashin për të dhënë shpjegime. Me gjas thot që kam sinjalizuar penaltin përpara. Ta shohim dashmë të jap shpjegimet se dy kapitenëve. Trashi dhe Balaj.
Ai moment do të shihet tashmë në sistemin VAR sigurisht, ta shohim edhe një herë gjithë aksionin. Kantakja se hodhi topin drejt zonës, goditja me kokë Bolzan, dora dukshëm ai top ka shkuar në dorën e Gurishtës, por më pas interpretimi është diçka tjetër, nëse dora ishte pozicion natyral apo jo, distanca janë sigurisht to shpjegime që merren nga profesionistët e fushës. Për gjyqtarin është penalti për flamurtarin, vështirë se mund të ndryshojë nga vari një vendim i tillë. Për sa kohë duke që ai top shkonte drejt portës dhe ndalej me dorën nga Gurishta. Por më pas sigurisht nëse penaltia shënohet, sigurisht gjithë polemikat sheshohen, por imagjinoni sikur ndodhte e kundërta. Më pas do të kalonim edhe në versionin sepse nuk u la avantazhi për Bolzan që e çoi topin në rrjet. Gjithsesi gjyqtari vendosi për këtë penalti që ende nuk është konfirmuar përfundimisht, duket, ndoshta vijon komunikimi me sistemin VAR. Është Trashi që e ka topin duar dhe ka shansin e artë për të kaluar në avantazh flamurtarin. Në minutën e 75 duket se është larguar Trashi, është afruar Herald Marku kanë përshtypjen. Janë të dy pranë topit, nëse ka ndryshuar diçka, po është larguar Trashi, është afruar Herald Marku. Herald Marku që sigurisht deri tani ka bërë një ndeshje shumë të mirë, i improvizuar në mbrojtje, por që ka humbur një penalti në këtë sezon, në ndeshjen ndaj Bylisit. Minuta e 76, Herald Marku përballë Pols, ka shansin ideal. Niset, Marku vjen goditja në rrjet. Herald Marku është një gol me shumë peshë, të cilin nuk e feston për shkak se është një ish i vllaznis. Minuta e 76, kalon përpara flamurtari. Sa shumë e kanë pritur këtë avantazh dhe sa shumë punë duhet për ta mbrojtur këtë gol avantazhi tek skuadra e Morierës që diçka komunikon të shumë me stafin, sigurisht edhe mund të ndërhy për të përforcuar prapavijën. Në fest tifozëria vlonjate. Tashmë janë 14 minuta plus shtesën për të mbrojtur këtë gol, këtë fitore, që sigurisht do të ishte para sezonale edhe shumë e rëndësishme. Tjetër top i humbur, pak kaotike tashmë. Znia, shojmë reagimin e saj se cili do t'jetë duke të shaluar Bolzan. E top del jashtë vije sensore, shtrirë në furë sulmuesi italian. Skuadrone. Topi përpara drejt Bolzan. Núñez i dele top edhe pak me facë. Qojmë tu topi drejt zonës i devijuar, do të kemi goditje nga këndi.
Edhe njërë goli I Herald Markut. Vjen Arkimi, largohet shtyllën e parë nga Bekim Balaj. Tu Trashi, triblimin dhe e kundërshtarit, nuk ka faul. Herald Marku. Loja që ndalet sepse ka mbetur I shtrirë në fush Lorenz Trashi. Ka nevojë për ndihmën e stafit mjekësor. Gati siç duket nga ky plan William Button. Vion të marrë ndimin e stafit mjekësor. Trashi, ndërsa regjia risjell edhe një herë në vëmendje golin e avantazhit që vendos deri tani fatet e kësaj sfide. Dhe mënyra e përjetimit në pankinën e flamurtarit sigurisht ka një peshë konsiderueshme për më tepër çlirimi I frymëmarrjeje. Vjen loja tashmë me Trashin që nuk ka pasur diçka shqetësuese pas atij fallit Gurishës që nuk u konsideruai tillë nga gjyqtari këtu e Satmala. Vjen Arkimi drejt zonës e kontrollon Aleksovski. Ka probleme për Kantakias. Tashmë nuk e di nëse ka probleme seriozisht apo janë manovra tipike për të fituar sa më shumë sekonda. Nëse është kështu, ka nisur shumë herët, jemi ende në minutën e 81. Tashmë e thret stafin mjekësor gjyqtari. Këtu konfirmohet që Kantakias ka qenë në pozicion të rregullt. Kujtojmë ky është momenti I penaltis, ishte Kantakias që u vun zotërim të topit dhe krosoi drejt shtyllës dytë ku Bolzan e dërgoi topin në dorën e Gurishtës, që kujtojmë e kishte një karton verdh dhe edhe ky është një episod për Moviol, nëse edhe mund të jepej një karton I dytë I verdh për Gurishtën, që ishte ndëshkuar vetëm një minutë më herët. Largohet Bolzan për William Button. Largohet edhe Ramirez për Joao Urbaez. Largohet Sala për Tafilin dhe Pusi për Kubazin. Kubazi që po merr minuta rregullisht ka fituar besimin e Martinit në këto 3 ndeshje të fundit. Jo siç duhet Hakaj që e dërzon topin tek Button. Topi pari prekur, nuk e dërgon dot siç duhet tek Maksuti. Murataj.
Vjen ngarkimi drejt zonës i larguar nga Diavera. Tjetër krosim, Mala, blokohet goditja. Gurishta. Murataj. Më pas kjo goditje jo si duhet në rëshkitje e sipër e Kubazit, rivënjansore në kraun tjetër për Vllaznin. Balaj. Murataj e djatha e tij që shkon jashtë. Shfaq probleme dhe Maksuti tashmë. Murataj. Nuk shkon ai pasim drejt Satmalës. E rikuperon shumë shpejt topin Vllaznia. Gurishta. Gabojnë dhe ata. Prapa tek Herald Marku. Ndeshjes shumë të mirë. Në pozicionin e ri, Herald Marku i bashkëngjit sot edhe një gol që mund të jetë me vlerën e 3 pikë dhe një penalti që mbante brenda shumë tension sigurisht. Gurishta. Kallaku. Mala. Me sti kundërshtarëve e humbet topin Nunez. Button. Provon të dalë tashmë përpara flamurtari. Joao. Murataj. Hakaj me kokë. Këtu prekja e fundit është e Muratajt që provon të karikojë edhe më shumë tifozerin, sigurisht shquhet. Murataj për të tilla gjeste. Hakaj këtu është Nunez që largon në rivënjësore. Momenti i zëvendësimit tjetër, largohet Herald Maksutin, loj Aldrit Oshafi. Kubazi. Gjini. Esin Hakaj. Vjen në i krosim drejt zonës. Pak i fort që nuk mbrihet nga Kubazi. Do të kemi vetëm rivënje fundore tashmë. Gjishtari këshillon Alejskovskin, por është tjetër futbollist që shtrirë në fushë, kam përshtypjen Nunez. Janë të shumta tashmë këto ndalesat lojës nga lojtarët e flamurtarit. Kishte edhe pak tension mes Malës dhe Kantakjes.
Gurishta me kokë. Drejt Gjinit që edhe ai tashmë ka avancuar, sigurisht për shfrytzuar shtat lartësinë e tij këtu. Ndodhi pak frik, por veprimi ishte i mirë në fund. Esat Mala. Mbyllet nga skuadrone, që shman ngrivenja nësore, por e dorëzon vetë topin tek kundërshtarët. E këtu faul i Bekim Balajt. Pikërisht ajo çka i duhej skuadrës flamurtarit. Do të mbyllet sfida këtu për Nunez në lojë Ramani. Hamza Ramani për të mbyllur dhe zëvendësimet e flamurtarit në këtë sfidë. Po shkon drejt e zaurimit, tashmë ku e rregullt shohim shtesën. Edhe nga gjyqtari katërt. Do të jenë 6 minuta shtesë. Bën dhe një zëvendësim tjetër. Aris Ara në lojë, largohet e Esat Mala. Tu ka probleme për Kantakias, kërkohet Barrela. E sigurisht këtu ka dhe pak keq menaxhim, tashmë kam përshtypjen me zëvendësimet, sepse do duhet luajnë me 10 lojtarë tashmë. Me Kantakias që nuk ja del, kur vetëm përpara pak sekondash u shpenzua hapësira e fundit e zëvendësimeve me aktivizimin e Ramanit për Nunez. Edhe Trashi këtë komunikon me pankinën, sigurisht diçka kanë ngatruar, nuk i kanë bërë mirë llogarit. Tashmë do duhet luajnë me 10 futbollistë tek flamurtari. Topi nisur përpara në zonën e Oshafit. Gurishta. Ka nduar Aleksovski. Dhe më pas pretendime për kontakt, faul të Gjinit. Dhe interesantja është që megjithëse doli me Barrel, Kantakias i është bërë me dije që nuk kemi më zëvendësime dhe Kantakias tashmë papritur duket se është në gjendje për të futur sërish në fush për të ndihmuar skuadrën në këto çaste të fundit. Megjithëse duket sikur çalon fakt. Shumë interesante. Ka probleme edhe për Alekskovskin. Do të zgjatet sigurisht me sekonda për te shtesës dhënë. Dhe për treti Edi Martini kanë përshtypjen foli vetë për këto ndalesat shumëta për dëmtimet e lojtarëve të flamurtarit. Kërkohet ndihma e stafit mjekësor. Kantakia si që shinin është rikthyer në fush, po provon ndoshta. Po shtrëngon dhëmbët. Shumë dhe njerë regjia propozon këtu. Të në fakt shtyrja ka qenë e skuadronës me shumë dinakëri. Ka qenë ai që e ka dërguar Gjinin tek portieri i tij. Dhe Aleksovski që reklamon një problem në shpatullën e djathtë kanë përshtypjen. Tashmë shkojmë gati në 2 minuta të quara dëm pa u luajtur, ndoshta gjithë shtesa edhe me daljen e Kantakias.
Rinis loja. Me shumë pauzë, me shumë minuta që kanë kaluar pa u luajtur nga kjo shtesë. Kallaku. Tafili. Topi përpara. Gjini provon me spondën drejt qendrës. Joao që largon si të mundet. Hakaj. Tunel ndaj kundërshtarit, ai top drejt Muratajt, mbyll mirë flamërtari në mbrojtje. Largohet tashmë në një zonë ku ndodhet i vetëm Tafili që e kthen prapa tek portieri Pols. Shkelmimi i tij edhe një herë Bekim Balaj, Shkantakjas që e fiton duelin ajror me të, ka 2 topa në fush, sigurisht janë të tepërta tashmë. Topat e 2 të hedhur në fush, gjyqtari nuk e ndali lojën. Murataj, Esin Hakaj. Vjen topi drejt zonës. Djava Ramir. Provon të shty përpara. E vonoi shumë pasimin drejt Joao, gjithsesi ai top shkon edhe pak me fat tek Joao. Kërkon gjej Oshafin, shumë i fort pasimi për të. Që në një këtu tunel i Hakajt dhe pretendimi për faul këtu. Vjen tashmë arkimi drejt zonës, tërësisht për t'u harruar. Sfumohet, shkon dëm edhe ky aksion për skuadrën e Vllaznis. Oshafi është tërësisht i vetëm, nuk ka s'kënd aty pranë për ta ulur topin. Këtu Gjini provon duelin me skuadronen. Ka rivënjë anësore për Vllaznin. Tafili. Luan horizontal me Erdenis Gurishtan. Vjen topi Gurishës drejt zonës, devijim me kokë dhe nuk mbrihet në shtyllën e dytë në fund. Ka vetëm rivënje fundore tashmë. Shtesa ka përfunduar, por sigurisht do të kemi minimalisht edhe 2 minuta tjera besoj për të luajtur. Devijimi fillimisht me kokë dhe nuk e mbrin dot më Elmando Gjini më pas. Gabojnë sërish tek flamurtari. Erdenis Gurishta. Sërish jetën topa, janë 2 topa që janë hedhur në fush. I largon portieri i Vllaznis Pols, vijon aksionin krahun tjetër. Ktu e djatha! Alekskovski! Edhe një herë bën shpëtimtarin. Shans i artë për Vllaznin. Ndalet Murataj. E ka nisur këtë këndore Vllaznia. Vjen arkimi i Gurishtës. Tjetër goditje rrëmuje si për skuadronin, nuk është larguar ende, më pas goditja. Bllokohet nga Trashi. Më pas është Ramani që largon drejt Oshafit që është i freskët vrapon. Ktu ishte ndjes Joao. Tafili. Murataj. Pasimi drejt Krautmajt. E top që largohet në rivënjë anësore. Tek flamurtari janë gjithë pankina dhe lojtarët shmëndur, sepse gjyqtari nuk e mbyll sfidën, por kam përshtypjen që nuk e kanë mbajtur mirë kronometrin, sepse të paktën mbi 3 minuta kohë shtesë nuk u luajtën. Shumë një shansin e uli mirë Balaj, Murata e fluturim të qëndrore goditja. Reagimi i Alekskovskit.
Të lejoj ende të luhet gjishtari. Edhe një aksion të paktën. Vjen topi drejt sulmit. Largohet nga skuadrone. Dhe vjen këtu fërshëllima finale që sa shumë e kishin pritur tek flamurtari. Vjen më në fund. Fitoria e parë, një fitore frymëmarrje çliruese për të hequr tensionin dhe për të larguar Makfet